Sigurisht janë ato që ndanë proporcionale dhe shumë proporcionale. Ndërhyrja e policisë, unë se besoja, sepse kanë kaluar ditë dhe unë i kam vlerësuar, se kanë qenë të qetë. Në rastet kur kam mbajtur fjalën apo edhe në media, ja kam tregjuar vëmendjen atij drejtorit Hita, që të ketë kujdes sepse nuk ka të bëjë me ata që me Molotov, po me protestë paqësore, me njerëz kulturuar, të shkolluar, të këta dhe mjeku pak më parë. Te u bë 31 ditë që po durojnë edhe nuk ka patur eksese, s'ka patur asnjë lloj situate. Por fakti që unë aty shoh mbretin Lakuriq, është urrejtje e tij. E ka vënë në lëvizje aty njerëz, ka dhënë urdhra, absolut jam i sigurt me që të ushtrojnë dhurën, sepse po diskretohet çdo ditë që kalon. Po i delën në pa lakuriqësi e tij, një diktator frikacak. Veprimi i tyre sonë mu duk nga ata forcave të speciale të juntave të ushtarake. Nuk mund të sillesh ashtu me njerëz të zakonshëm e dhëndez me makinë dhe pastaj çfarë u bë. Çfarë u bë? Sigurisht, unë nuk them që po të isha unë atje, sigurisht do drejtoja, por gjithnjë kam qenë i kujdesshëm në raport me qytetarët, sepse në fundit ata policë atje nuk a jep rrogën mbreti Lakuriq, jo a jep populli. Nëse do rrezikojë jeta, sigurisht janë kushtet e vetmbrojtjes që janë detyruar që të mbrojnë veten e tyre. Por nuk pashun atje dhunë nga ana protestues ndaj policisë. Po, mund të ketë në provokacione, po aftësia e menaxhimit e drejtuesve të policisë është ajo që ata duhet të ruajnë qetësinë, duhet të përballojnë, se u shkojnë kemi parë në pendim, u shkojnë mund të fytyrat e ato maskat edhe ata nuk reagojnë. Gruaja e martuar, mos gabojmë në Spanjë, i vriste të shoqit dhe ai buzëqesh dhe poshtë kështu ka qenë. Dhe unë e dënoj sonde, forcë me forcë, veprimin e policisë. Ishte një veprim i dhunshëm, shumë proporcional, në disproporcion me sjelljen e mos rakordancë me sjelljen e